ja ku po takohemi përsëri. Jeni me emisionin Këtë dhe Tash. Sot do të flasim për profesionin e hidraulikut. Hidrauliku është një person i cili është i specializuar për instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të përdorura për ujë të peshëm, ujrave të zeza dhe të kullimit në sistemet hidraulike. Ky profesion në fakt daton që në kohët e hershme, ndërsa në kohët mesjetare, kushdo që ka punuar me plumb është përmendur si një hidraulik. Vitet e trajnimit dhe përvoja janë të nevojshme për të bërë një hidraulik i kualifikuar. Detyra e një hidrauliku është të zbulojë gabimet në pajisjet hidraulike si dhe në sisteme. Po ashtu ai bën instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e brendshme, komerciale dhe industriale të sistemeve hidraulike. Në detyrat e tij bën pjesë edhe ndërgjegjësimi rregullativës ligjore dhe çështjet e sigurisë. Çdo shtet dhe lokalitet duhet të ketë licencimin për hidraulikët e vet, edhe pse nuk ka ligj federal për krijimin e licencave për hidraulik. Është shumë interesante kjo puna e hidraulikut. Në fakt, në kohët e hershme ka pasur politikanë që ishin hidraulik, për shembull John Braden, Don Cameron e të tjerë. Tash për tash jemi në kompaninë Ujësjellësi Rajonal Prishtina, kompani e cila menaxhon me 8 komuna në zonën e shërbimit në Republikën e Kosovës. Ne nuk menaxhojmë apo nuk operojmë vetëm në qytetin e Prishtinës, ne kemi në menaxhim edhe qytetin e Graçanicës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Podujevës, Shtimes, Drenasit. Dhe misioni dhe vizioni i kompanisë Ujësjellësi Rajonal Prishtina është furnizimi me ujë të pijshëm si dhe largimi i ujrave të ndotura për secilin konsumator. Ne jemi kompani rajonale, kemi të bëjmë me burime nëntoksore, po ashtu edhe me burime sipërfaqësore, ku burime sipërfaqësore janë liçeni akumulues i Batlavës, i cili furnizon me ujë të pijshëm rreth 70% të konsumatorëve në kryeqytet, ndërkaq që burimi tjetër kryesor është liçeni i Badocit, që furnizon me ujë të pijshëm mbi 30% të konsumatorëve, pra gjysmën e popullatës që e ndan prej qytetit Prishtinës. Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina është kompani jo profitabile. Gjithat hyrat që i kemi me inkasimin e borxheve të konsumatorëve për të cilët ofrojmë shërbime për ujësjellës dhe kanalizim, nevojiten për prodhimin e ujit, distribuimin e ujit deri te konsumatori. Përgjegjësia e kompanisë sonë është përcjellja e gypave, përcjellja e ujit prej fabrikës së ujit deri te konsumatori. Në kompaninë e Ujësjellësi Rajonal Prishtina kemi mbi 530 punëtorë, ku më shumë se 200 punëtorë janë të kualifikuar apo rikualifikuar të shkolla të mesme profesionale apo trajnime apo kurse të ndryshme që merren enkas me instalimin e ujit. Kemi mjaft punëtorë që çdo ditë pune janë në terren, merren me rrjetin primar, sekondar, terciar dhe çka është e rëndësishme, punëtorët ta ndalin në terren çdo ditë pune për gjitha rastet që lajmërohen nga ana e qytetarëve se ka ndonjë prishje në gypin e ujit i cili e pamundson një furnizim të rregullt me ujë të pijshëm, ekipet tona profesionale dalin në terren, e sanojnë atë gypin e ujit i cili për arsye të ndryshme, për shkak të mbi ngarkesës së infrastrukturës, për shkak të vjetërsisë së tubacioneve, sepse ne si kompani çdo herë dhe investojmë në infrastrukturën e rrjetit të ujësjellësit, në të kundërtën do të kishim humbje të mëdha teknike dhe komerciale të ujit në rrjetin e vjetërsuar. Edukimi dhe orientimi për karrierën është një proces për të cilin çdo individ, qoftë nxënës i shkollës 9-vjeçare apo shkollës së mesme, dhe çdo i ri që kërkon të kualifikohet apo rikualifikohet e ka të domosdoshme për të gjetur zgjidhjen optimale të drejtimit që do ta marrë gjatë jetës. Çdo njeri duhet të jetë mirë i informuar, mirë po unë mendoj se arsimtarët në shkollat fillore dhe të mesme duhet filluar me njohjen e botës së punës për secilin individ, sepse njohja për punën apo për botën e punës duhet filluar që nga klasët e 9-ta të shkollës fillore e më pas të vazhdohet konform aftësive dhe interesit të tyre profesional. Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina ka paga të mira. Kjo është konform rritjes së numrit të konsumatorëve në zonën e shërbimit, sepse brenda një viti ne rritet numri i konsumatorëve pothuajse një qytet i vogël. Brenda një muaji kemi rritje të numrit të konsumatorëve prej 800 deri në 1000 konsumatorë vetëm për brenda një muaji dhe konform kësaj duhet rritet edhe numri të punësuarve.
paga për një ujë instalues sillet 400, 500 apo 600 euro, varësisht nga kualifikimi apo rikualifikimi tyre, varësisht se sa ka qenë profesionist në profesionin, pra gjitha këto vlerësohen nga kompania e ujësjellësit. Kemi drejtorinë teknike të ujësjellësit që i përbërë nga disa komisione që shpeshere masin edhe performancën e punëtorëve, varësisht se sa prishje ka pas në rrjedhë dhe për sa janë intervenuar. Pastaj ka metoda të ndryshme të punës që ata e praktikojnë në mënyrë që të rritet edhe performanca e tyre. Ka punëtorë që punojnë që 40 vite dhe ata janë shumë punëtorë të fortë, sepse shpesher themi që nuk ka libër që e zaventson përvojën e punës, kështu që shpesher kur marrim apo kur kemi nevojë për ujë instalues të rinj, i kemi 3-4 punëtorë më të vjetër, të cilët janë në kohë të pensionohen, të cilët marrin trajnime të ndryshme për këta punëtorë në mënyrë që të jenë sa më efikas në terren. Dhe një ujë instalues, nëse hyn në punësi i ri, me siguri që në të ardhmen ai dëshiron të avancohet, duke u bërë në këtë mënyrë inxhinieri hidroteknikës. Ne i mbajmë trajnime, kemi mbajtur çdo herë trajnime në kuadër të kompanisë ujësjellësi Reonal Prishtina. Mirë po, financimin e trajnimeve e bëjmë ne, mirë po financimin për universitet duhet ta bëj ai vetë, sepse e thashë më njëherë që jemi kompani jo profitabile dhe çdo e hyrë shërbejmë për prodhimin e ujit dhe shpërndarjen e tij deri te konsumatori. Për ndryshin në ujësjellësit prej vitit 66, në qendrën teknike në moment në Ndori kemi shkuar në shkollë dhe kemi shkuar në praktikë në ujësjellës. Prej në fund 68 e këtej, kom punuar si punëtor i kvalifikuar në çdo punë që kemi pasur në ujësjellës. Diku rreth 25 vite kom punuar drejt për drejt, në rrjeta në montazh, montazione, pastaj kom dalë në postën e kryepunëtorit. Kështu që jam një prej më të vjetrave sot për sot në ujësjellës, edhe për jetët ekzistuese kam një uri mjaft të mira që kry punë sot në shumicë raste. Puna e një mjeshtit instalist ujit është shumë e rëndësi, është edhe delikat sa dush, se ki punë me popër, ki punë me telashe, me probleme. Mirë pa tu bënë organizimet me ngjes. Edhe djetë çdo grup ka po shkon, nuk bën me krahazu kohën e sotshme me kohën e përpashme kur kemi punuar vitet e 70 se kemi qenë me mjete shumë primitive, që sot më shkojnë është e pabesueshme, kurse tash ka shkuar çdo sa përpara normal edhe teknika në drejtim të ujësjellësit. E kemi ekipet e caktuar me automjete, me vinça, me këto sene, me kreç ka ka nevojë. E tash përcaktohemi sipas probleme, çush e kemi probleme çaktu dhe ekipet përcaktohen. Kemi njerëz të mirë, kemi profesionalistë shumë të mirë shqinar në moshë dhe ata shumica prej tyne, duhet me këshy tash ka pak me përsërit kuadrat, me bodi që ka pak më të tjerë. Këtë punë për me bo, kom pas dëshirë. Të punu edhe kom shpreh dëshirë, kom fillu edhe nuk jam pishman që kom marrë këtë punë që e shtarë punë. Këtë 50 vite që punoj me shpirë që dojnë e punoj pa farë problemi, edhe kështu që shkon puna mirë. Mas shumë të punën të më përqenë kër e krymë një operacion terren dhe mori qytetarët ujtë jenë të knashë. Se qëllimi jonë, punës tonë është qytetarët me konë furnizuar me ujë. Se nuk ojë fare interesi na me pas qytetarët ujtë, po të mos sa ma shpejt me mujtë me sanu avarin, por me mujtë qytetarët me furnizuar me ujë. Që ajo është një prej kryesorëve që kemi. Tash, selektimi i prishjeve, të sa në bon me ngjesh shumë shpejt edhe ku ka pak ma urgjent atje shkohet, ose ku pak ma tolerante lënë për mes, e qashtu. Tash mund të me ndodhë e nis një avari, po do të me lënë me shkun tjetër sa shumë e modhe se kjo, e janë banorë shumë ma shumë pa ujë se kjo që i ka prish. Do mona të bon këtë nivelizohen poshtë.
basë. Po I pesha me shtire është kur janë temperatura shumë të ulta me minus, po bëjmë fjalë. Diku 15 deri 20, a ne na duhet me intervenu pavarësisht në temperaturë të jashtme. Ajo është shumë problem i organizuar, se duhet tani është edhe shumë problem ju afru atij problemi, është këtë me minus, këtë me ftofë, sa në mirë, po ne ja kemi dalë. Kemi punëtor shumë të sjellshëm, shumë punëtor që në pas nevojë sigur not kanë mëjuar për me kryer punë. Po shiqo, përgjithësit janë të mia lidhet bashkë me udhëhesit aty. Besh kem përgjithësit mos se ki punë me qytetar. Ki punë me një lagj, ki punë me një qytet. Nuk ka loja aty është punë me përgjithësi. Isa duhet me qenë shumë I kujdesshëm ç'është po vepron, çka po vepron, çka po. Po I shiqo, mësimet për kësaj kam përzier se duhet me qenë punë shumë serioze dhe me koni matën. Në çdo veprim që e bën se mundet me të kushtuar. Shumë mirë mund me të dështuar dhe me të marrë qafë, si veten, si shoqërinë, si krejt. Nëse se don si profesion është më mirë me kohë më larguar, se është I paparashikueshëm, nuk ka orar të caktuar të punës. Kur kem avarit më as shkon 24 orë aty s'ka të ndalen. E tani kur të kryesh punën dhe janë, kohë çka po, ama pa kryer punën s'ka çfarë. Tash e ka moli. Unë tribu kësha rekomenduar me marrë këtë profesion, se është shumë profesion I mirë, po do të me dasht për me punu. Nëse se do profesionet ma mirë me kohë mirë larguar. Se nuk është qashtë profesion që është fitim prus, njëri jashtë me mirë, po është konstant nuk ndalet kur. Ka të fitimet veta, ka të punë veta të mira, ka për donë me punu, kur zdanë është ka. E pse po hum ko të qajt për dit Kur jashtë djeli apo shëndri E për rreth ashtë gjithë kjo bukuri Pa e këqyr Shtik që kime ti Qka ka ndodhur që sot ma gëzimi s'po m'gjell lot po e harrojmë burin në vjesht e po kërkojmë rosh kur nuk ka vlerë Oh,
jam trajner i ujësjellësit dhe ngrohjes qendrore. Punojmë në Don Bosco që nga viti 2001. Qendra, domethënë, është themeluar në vitin 2001, është qendër formuese, trajnuese. Në këtë rast kemi të bëjmë me trajnimin e ujësjellësit dhe të ngrohjes qendrore. Trajnimi në fjalë është i akredituar dhe i licencuar nga autoriteti kombëtar i kualifikimit. Benefitet e tyre kanë bëjnë me punën individuale. Këtë aspekt ata në mbarim të kursit, ata certifikohen dhe janë të aftë të ushtrojnë në zanat apo një profesion në këtë aspekt. Kërkesat bazike për regjistrimit të kursit janë në raport ose në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale. Kërkesat e tyre duhet të kenë shkollim të mesëm, është e dëshirueshme, të paktën të njohin një zanat që ndërlidhet me aspektin e ujësjellësit dhe të ngrohjes qendrore, po nuk është kusht i domosdoshëm, mirë po është përparësitë e ta. Kërkesa tjetër është që të kenë, domethënë të kenë moshës madhore, mirë po nuk anashkalohen edhe ata me mbështetje të prindërve ose të mbikëqyrësve të tyre. Certifikatat njihen në gjithë, domethënë, ato vendet që kanë njoftë Kosovën, sepse autoriteti kombëtar i kualifikimeve ka rrjetin e tij nëpër Evropë dhe nëpër botë. Mbi gjitha qendra Don Bosco i ka dhe 2000 qendra në tërë botën që korrespondojnë dhe kanë, domethënë, të njëjtat procedura ose ecuri si të qendrës Don Bosco në Prishtinë. Mësimi apo si thuhet ligjëratat dhe praktika apo ushtrimet zgjasin për një kurs ose për një nivel, domethënë në aspektin po flasim të ujësjellësit dhe të kanalizimit, zgjat 3 muaj. Ndërsa aspekti i pagesës, qendra Don Bosco punon me donacione dhe me vetë financim të kandidatëve që shprehin dëshirën që të marrin, domethënë, pjesë dhe të certifikohen dhe të licencohen nga qendra. Çdo sistem vetë duhet 2 deri 3 parë. Po marr parasysh. Procesi i aplikimit është, domethënë, aspekti i formimit profesional ose qendra ka, domethënë, departamentin e formimit profesional. Së pari aplikojnë, domethënë, grupet apo kandidatët në sekretarinë e qendrës, që është ndarë e formimit profesional, këtë rast sekretaria e formimit profesional, i japin dhënat dhe mbas asaj, domethënë, sekretaria e formimit profesional i njofton me telefon kur formohet grupi apo, domethënë, kursi citatar. Hapat e ardhen pas pranimit të kandidatëve janë, domethënë, thirrja nga sekretaria e formimit profesional, ardhja atyre, njoftimi me vendin e punës, etapa, domethënë, në fushën që ata regjistrohen ose në ujësjellësi dhe kanalizim ose në ngrohje qendrore. Janë etapat, për shembull, domethënë, pajisjet mbrojtëse, si organizohen legjeratat, si organizohet orari i punës me ta. Bim dakord një farforme dhe me orarin e punës të kandidatëve që kanë shprehur dëshirën për me marrë këtë zanat ose këtë lojë. Ja, mos liru penaltit. Te poshtë. Qashtë. Ndihjom. Aspekti i punësimit dhe avancimit ty në jetën profesionale dhe, domethënë, edukative ka të bëjë se ata në farforme janë të vetë punësuar. Kuptimin sepse ata e njohin lamin e ujësjellësit dhe të kanalizimit, e njohin lamin e ngrohjes qendrore në çato elemente që ne kemi mujt për me realizu në qendër ose në trajnim. Për punësim, ata tregu i punës i Kosovës i kërkon maksimalisht. Në këtë rast është një ndër trajnimet më të kërkuara, apo them, për rrethin ose për ambientin që jetojmë në Kosovë. Në farforme ata mund të mirëmbajnë objektet e veta shtëpiake, objektet e institucionet e ndryshme e kështu me radhë. E kemi një statistikë ose një feedback që kandidatë njëve nga kthejnë, dikon rreth 90% në aspektin e ujësjellësit të ngrohjes qendrore janë të punësuar apo të vetë punësuar me hapjen e firmave, mini firmave të veta individuale. Bursat zakonisht jepin dikon në vlerë 40% nga qendra Don Bosco. Qendra punon, domethënë, edhe me projekte
të komuniteteve, të organizatave jo qeveritare që punojnë në Kosovë dhe qendrave të ndryshme botërore. Faleminderit që na ndoqët, mbetni mirë deri javën e ardhshme, mos harroni të blini produkte vendore.